Në kuadër të zgjedhjes së drejtuesve të degëve të Partisë Demokratike në të gjithë vendin, kreu i PD-s Lulzim Basha nga Saranda ka deklaruar se diviza e tij është garë hapur me qëllim qarkullimin e sigurt të elitave dhe zgjedhje të lira. Nga Saranda, Basha ka bërë me dije se kjo është përgjigjja më e mirë ndaj kriminalizimit të qeverisë me qëllim përfaqësimin dinjitos të qytetarëve dhe çdo qelizë të Partisë Demokratike. Duke nxjerrë udhëzimin të cilin ju të gjithë e njihni, qëllimi kryesor i cilit është kufizimi dhe papajtueshmëria e mandateve, për të lejuar një shpërthim më të madh të ambicieve, për një pasurim më të madh të alternativave për anëtarët dhe për një qarkullim më të sigurt të elitave politike drejtuese në parti, unë kam zgjedhur garën e hapur me pjesëmarrjen e gjithë kandidatëve të propozuar që nuk bien ndesh me kriteret dhe kërkesat e udhëzimit. Basha në këtë fushat nuk ka lënë pa përmendur edhe emërimet nga mazhoranca e qeverisëse në poste të larta të personave me precedent penal, duke theksuar se Shqipëria ka nevojë të përfaqësohet nga njerëz me vlera qytetare, intelektuale dhe moderne. Kudo pra, ku Edi Rama dhe kundërshtarët tanë politik të smajtës ngulin apo kanë ndërmend të ngulin flamurin e zi të kriminalizimit të qeverisjes apo të administratës me njerëzit e ardhur apo të përzgjedhur nga mafia, narkotrafiku, malavita, ne, kundërshtarët e tyre, do të përgjigjemi me njerëzit më të mirë, me demokratët më popullor, me intelektualet më të aftë, me bindjen dhe besimin se qytetarët sarandiot, se qytetarët shqiptar janë me ne e do të jenë me ne në këtë mision dhe asgjë nuk mund poshtë forcën e bashkimit tonë. Basha e ka konsideruar këtë fushat vendimtare për ngritjen dhe të ardhmen e Partisë Demokratike si alternativa politike kryesore e qendrës së djathtë në Shqipëri.